Në Tiranë ndodh rradh që një punë e nisur nga bashkia të shkojë deri në fund pa pasur nevojë për dorë të dytë ose të tretë të punimeve shtesë. Një praktikë e njohur për të hapur tendera të rinj e për të përpirë në këtë mënyrë sa më shumë fonde nga taksat e qytetarëve. Kështu po ndodh edhe me pedonalen e parashikuar të ndërtohet te liçeni i Thatë. Prej disa kohësh në terren askush nuk po punon, pavarësisht se pedonalja ka akoma punë për të përfunduar totalisht. Një qytetar që ka dërguar këtë pamje shprehet se asvë drejtorët hajdut të dozjes 5D nuk kujtohen as ta pastrojnë pedonalen për të cilën morën taksa, e lëmë të mbarojnë punimet. Më e keqja është se shtyllat e ndriçimit janë thyrë dhe dëmtuar nga persona të papërgjegjshëm dhe askush nuk është vendosur para përgjegjësisë. Në denoncimin e tij, qytetari shkruan: "Për të ardhur keq, jemi te liçeni i Thatë. Përveç se pedonalja u la e papërfunduar nga kompania 5D e drejtorëve të Bashkisë Tiranë, tashmë askush nuk kujtohet ta pastrojë. Dhe më e keqja, tani kanë dëmtuar dhe shtyllat e ndriçimit."